Do t'i komentojmë zhvillimet e sotme edhe në politikë, por në gjithë sferën publike, bashkë me gazetarin Floren Zeqaj që kam në studio. Mirëser dhe në Kompas. Knatësi, Hanis. Të shtoj për herë të 22, tashmë është bërë edhe rutinë shkuarja në kuvend për pak minuta. Megjithatë sot e patëm një 120 edhe jashtë ndërtesës së kuvendit. Është për fat keq, do të thotë, mos më thonë kështu për turp elitës politike në Kosovë, që nëse zgaboj për të 42-ën ditë shohim një cirk politik qëllimshëm. Kur thom qëllimshëm, me vetë faktin për shkak se po tentohet një farforme të kalkulohet pa marrëveshje. Nuk ka ndodhur në historinë e këtij shtetit Kosovës, gjitha legislaturat i kom përcjell si gazetar, do të thotë ka pas kompromise të dhëmshme të thojza për subjektet politike, kur ka qenë pyetje interesi i shtetit. Sot këto çka po e shohun në një farforme është një frikë, një paguxim i politikanëve të Kosovës, në këtë rast për të përballur me ato që janë zotu, si lider po flas për zotimet që kanë me kërshi faktorit ndërkombëtar, na e dim fort mirë se shteti i Kosovës është fal sakrificës gjakut, munit dëshmorëve të luftës të ushtrisë shërimtare të Kosovës, po edhe fal faktorit edhe miqve tonë ndërkombëtar, të cilët na kanë ndihmuar dhe sot jemi si shtet, edhe realisht na duhet me bashkëtu bashkë me ta nëse kemi plane për të hyrë në Evropë. Ne e dim fort mirë çka e presin Kosovën, këta politikan e din fort mirë, edhe këta që kanë qenë një kohë gjatë në opozitë edhe që një farforme s'kan lënë gur palkund, qoftë edhe në trupat policëve për me ardhë në pushtet, mirë që kanë ardhë në pushtet, s'ka kur gjë të keqe, po pushteti ka rregulla tjera. Realisht ka përgjegjësi, ka detyra, ka obligime. Është për fat mirë që për herë të parë do të thotë një subjekt politik ose një qeveri e përfundon mandatin me shumicë historike të votave, flas për vetëvendosjen. Në këto zgjedhje nuk i dol rezultati ose dëshira të cilën e pat zoti Kurti, i lypi 500.000 vota, nuk e mreu atë rezultat. Votuesi ky popull një farforme dënoi edhe pozitën, po edhe opozitën, për shkak se edhe të opozita nuk kemi numrat kënaqshëm kur flasim për subjektet politike, dy prej cilave janë më të mëdha, po edhe për këto të cilat janë më të vogla. Si fund, unë po du me besu që duhet krijohet një unitet politik, për shkak se Haris, Kosova nuk është në pozicion të mirë si shtet. Ne po jetojmë rrethana të vështira, jo vetëm si Kosovë, po flas si geopolitik, si botë. Nuk po dihet në cilin shtet më të fuqishëm të Evropës nesër mundet me ndodhë ose me u ndez një konflikt i ri. Bota është polarizu shumë, nuk është më Irani botënor që ka qenë. Nëse kemi luksin të vazhdojmë edhe realisht, nëse këta politikan e kanë mendësinë që Kosova është kthiza, në thojza, edhe krejt bota sillet rreth saj, atëherë në rregull, unë ashtu nuk e shoh. Unë po shoh se jemi keq si shtet, me një politik fragile, me një politik e cila është ka kalkulon puro për interesa personale, krejt gjitha partitë politike, pa dallim, i takon subjektit më të madh politik, bara më e madhe përgjithësisë, po flas të zoti Kurti, nuk bëhet për kiameti, hade, okej, se tash, në çfarë verzioni kemi ardhur. Zoti Kurti ka këmbgul, mos me ndru emrin Albulen Haxhiu, që s'kam kur gjë kundraj figurës zonës Haxhiu, po oponenca jote ti ki nevojë për votë. Që kjo pjesë, çto subjekte politike, për shembull, e kemi një deklarim të AK-s, Haptarazi, pa kushte, i cili thotë që veç në rrogë kandidatën, i ki votat e mia. Një farforme nuk po e kurrëzon. Po kjo po interpretohet që po i kallëzon, kanë me nominu. Po, dëgjom, atëherë, nëse na kem një politik e cila nuk po prodhon zgjidhje të këtij ngarshi politik, po flas për pushtetin, këtë rast, në thojza pushtet s'ka se dhe këta tash kanë shku, domethënë, po pritet konstituimi i institucioneve të reja, nëse zoti Kurti vetë s'mundet, si ka numrat,
atër duhet me u mbështet ose me u rështu të një subjekt politik. Po tash janë dy argumente të betonizume prej fillimit. Sot po ashtu përsëritën, ta zëm Partia Demokratike, Lidhja Demokratike, po akuzon vetëvendosin që e ka kriju këtë ngërç politik për shkak të vendosmërisë që veç një kandidat jetë për kryetare të kuvendit, e po ashtu edhe kjo forma e votimit të fshehtë. Në anën tjetër kemi vetëvendosjen, po që po i akuzon partitë e ish opozitës, sot ta zëm deputeti Dim Albashi, tha që çdo parti që kanë votuar edhe gjykatën speciale, edhe Zajed Nicën i kanë bërë shërbim Vučićit edhe me votë në kuvendin e Kosovës, po ja zën udhën edhe Komisioni Zgjedhor edhe Albulina Agjiu. Po vishë zotnia mas pari për këto që ka deklaru, ka mujt me gjmo, se ka pas deklarimet që ka me gjmo gjykatën speciale, ka me gjmo Zajed Nicën, se si ka gjmo, 5 vjetë mandat ka pas qeveri. Kjo është problemi që këtu politika në Kosovë është shkurtpamse. është politik puro inagjore, me përdora termin popullor që thot këtu funksionohet politik për i not rezëm vdek djali. Më thonë është e ronë, është e pahishme. Kështu po veprojnë partitë politike? Kështu po veprojnë, pa dalim. Pa dalim subjektet politike e kanë këtë plan. Unë po e shoh një të keqe ma të keqe. Po e shoh një situatë tjetër Haris. Unë po e shoh një farforme, një dakordim të heshtur subjekteve politike, gjitha parlamentare që janë një farforme, që të sa ma shumë prolongohet zgjedhja e kryetarës të kuvendit, të shkohet sa ma shumë për shkak se në qitë verzion nuk e pengon kurkush. Realisht e kanë gjetë qitë formull, qitë modull për gjdo 28 orë me thirë seanca. Unë e po shoh që është kalkulohet deri në zgjedhjet lokale, edhe një farforme, për shkak se dhe aty janë ndeshën interesat, se zgjedhjet lokale kanë një farë rëndësie kogjatë madhe. Pra jemi në muajin e 5, ju po thoni që po shtyhet deri potencialisht muajin e 10. Ka gjasa, për shkak se ndëgjam Haris, tashti na jemi gati në qershor. Po futem në muajin qershor. Ne e dim shumë mirë që korriku, gushti janë muaj të pushimeve, edhe realisht edhe nëse ka ide për prodhim të zgjedhjeve të reja, prap ato zgjedhje nuk prodhojnë rezultat, sipas sondazheve që po i shohim edhe që janë pa. Potencialisht minimumi janë 4 muaj, që i bjen çdo 48 orë të mlidhen, edhe 240 herë. Unë kështu po e shoh, si formul, një pajtim i heshtun, për shkak se, Haris, nëse një subjekt politik, në këtë rast, nëse zoti Kurti, nuk arrin të ketë 80 vota, na prap do të kemë problem të zgjedhja e presidentes në prilën e vitit 2026. Plus kalkulimet për, se këta po e shohin, unë qysh po e shoh dhe po takona me njerëz, po bisedoj me ta. Zgjedhjet komunale kanë një farë përgjithësie dhe kanë një farë fuqi elektorale. Ja ka nisë me u bogati. Sakt, janë të udërzu listat për asambleista, janë të udërzu listat për kryetar. Realisht ta shkrejt vëmendja subjekteve politike është të komunat. Edhe aty tash ne dim fort mirë, shumica komunave sot funksionojnë me koalicione. Një farforme tash edhe kjo determinon do të thotë për një qeveri stabile. Për shkak se Kosova në proceset cilat është, Kosova në frontet cilat i ka të hapuna me bashkimin evropian edhe me faktorin ndërkombëtar, kur flas këtu, po flasim për çështjen e asociacionit, për çështjen e dialogut me Serbinë, për çështjen e veriut, për çështjen e sanksioneve që kemi, do të thotë, edhe për çështjen e rënë edhe të vështirë të ekonomisë të shtetit Kosovës edhe të popullit Kosovës, realisht i duhet një qeveri e fortë, e fuqishme, që ka mandat 4 vjeçar, edhe cila që i shtyn këto procese që janë kogja trona, Haris, unë nuk du me qenë lkurën e asnjë kryeministri tarshëm të shtetit Kosovës. Kjo mund tjetë një prej arsyeve pse po shtyhet kjo situatë? Sakt, për shkak se nuk duan të marrin këto përgjegjësi që i presin? Po, një farë forme, për mu marrë këto përgjegjësi duhet me pas fuqi. Duhet me qenë një koalicion i fuqishëm. Nuk mundet zoti Kurti me 61 vota me vendos marrëveshjen finale me Serbinë, as me vendos demarkimin e kufirit. Dhe cili koalicion potencial mund të arrijë këta? Unë po flas është bindja ime. Që sheshoni si gazetar që e kom përcjell prej ditës të parë kur ka fillu ky shtet me marrë frymë. Unë shoh një koalicion po flas në interes të shtetit. O PDK-VV,
o LDK vetëvendosje. Do të thotë për shkak se janë dy pozicione, janë dy subjektet politike. Opsioni i dytë tashmë është refuzuar. Nuk i dihet politik kur, Haris, për shkak se ne e majmë shumë mirë men, do të thotë ka qenë shumë e polarizuar ose fraksion i thellë i PDK-s me LDK-n, po flas për zgjedhjet e vitit 2000, edhe me gjithat sfidë dhe atë përplasje, me gjithatë është arritur kompromis për interes shtetit. Atëherë është arritur kompromis për qeverit përgjithshme. Po pra. Po një gjë e tillë nuk po përkrahet sot. Sakt, s'po përkrahet për shkak se po mungon aktualisht për një qeveri të unifikuar. Po mungon që ky vullneti politik për shkak se tash rrethonat kanë ndryshuar. Edhe ti ndryshe ki folën në Bruksel, e ndryshe kur je në Kosovë para mediave. Atje ki knu, që thonë populli, qysh ti kanë ra ata çiftelis, kur je në Kosovë e ki ndrru zhanrin edhe e ki kap çiftelin tonë. Kush ka knu në formë? Krejt pa marrë parasysh, krejt çka kanë qeverisë në Kosovë, edhe ata të shkumt, edhe ky që është sot. Realisht ti kur ulesh në tavolinë me ndërkombëtarët, aty kthe mas nuk ka. Marrëveshjet që i ki zotu qoftë gojarisht, qoftë me nënshkrim, duhet mi përmbyll, për shkak se bota nuk të pret. Na jemi vesh një paralele shumë të shkurt. Kush e ka menduar që në vitin 2025 Ukraina me 40 milion banor gjbihet në thojza prej Rusie? Kush e ka menduar këtë sen? Shtetin antar, realisht është shteti që e ka kriju OKB-n. Shtet antar i krijimit OKB-s është Ukraina. Me 40 milion banor, me 10 produkte e para në botë, me fuqi, me ekonomi, me gjithë çka po ndodh sot. Krejt bota është rrështu, thojza. Karshi interesit të Ukrajinës, edhe po e shohim një Gjermani që për herë të parë po dërgon trupa pas 80 viteve një shtet në kufi me Rusin, do thotë e populli, politika e Kosovës, do thotë merret, shkon për 1 minutë, 2 minutë, thuti një farforme, janë këta ata cilët e sunojnë botën. Jo, more, po bota s'është ka merret me ty. Dhe kjo është banale në një formë, apo tjetër? Kjo është e turpshme. Për shkak se këta lider duhet me pas goxhem Hares. Populli ka votu, që ata që i kanë votu. Këta i kanë votu për mja zgjidh të lashët këtij shteti. Nuk janë të leta, nuk është e kollajshme. Nëse ka menu dikush që politika në Kosovë, në qëto rrethona, me marë përgjithësi është e letë, ka gabu. Atëherë çysh është formula aktualisht? A ka formulë që do të zgjidhte këtë... Është ka negocohet, sa kam informacione, po flitet, po për shkak të gjam këtu edhe politika është ardë, bre, Haris. Këtu shumica nuk e kuptojnë politikën. Politika nuk është veç drejt. Politika don lakesa, po për interes shtetit, gjithmonë po flas. Këtu është ka kalkulohet puro interesi personal i individëve, cilët një farforme e marrin barrën e përgjithësisë po edhe të partisë në supet veta. Për shembull? Për shembull, kem fraksionën PDK, kem fraksionën LDK, kem fraksionën vetëvendosje. Për shembull, kemi vetëvendosjen PDK në LDK që ka deputet që janë pro një koalicionit me zotin Kurti, për shembull. Tash, sot Anton Çuni tha që 2 deputet të LDK-s po kontaktohen vazhdimsi prej lëvizjes vetëvendosje. Kemi përmbajtje të shohim mesazhet, madje pati akuza dhe për shantazh. Po, a qëndrojnë këto lafe, këto komunikime? Po këto çdo herë kanë vazhdu. Na kemi plus... Jo, ideja është që mund të ketë komunikime, po a mund të ketë shantazh? Dëgjom, nuk besoj që sot një deputet i cili ka marrë vota një subjekt politik edhe lejon me u shantazhu për një subjekti politik kundërshtar, për shembull. Sepse nëse Florenti ka qenë kandidat për një subjektit politik edhe i ka marrë votat një farforme a i mashtron që ta votus, tash këtu bëhet pak edhe kredibiliteti i njerëzve, karakteri i njerëzve. Po historia e këtij shteti na ka tregu se ka pas pazare politike, Haris. Bile ka pas pazare politike edhe me listën serbe. Kjo qeveri, edhe kjo presidenci është sot, është si shkak pasojnë thojza e kalkulimeve edhe me listën serbe. Së është kiameti, bre? Lista serbe është kategori kushtetuese e shtetit Kosovës. Çka pjo do këtë binom, ose çka pjo do këtë kaq që më thonë trishtuese fenomeni listës serbe. Gjam, gjithçka që është... Për shkak të përkrajës terroriste? Jo, ideja për shkak, gjam, lista serbe është fakt. Shteti i Serbisë e kontrollon listën serbe. Po tash ti
e ki kategori kushtetuse, ti i ki dy rrugë, a ki mundësi me ndryshu kushtetutën edhe me eliminu listën serbe? Jo. Listën serbe mund është me eliminu, ka pas mundësi, zoti Kurti. Në rastin ku ka ndodhë sulmi Banjë Skënveri, ka mujtë me shpallë organizatë terroriste. Se ka bo një gjatë tillë. Tash kjo, po tash këtu edhe ka ligjshmëri. Për shembull, kërku, vetëvendosja dorën zemër ka kërku që të mos certifikohet si mos subjekt politik, certifikohet, përmendje po edhe nuk tash, është mos kërkon mos certifikohet e ka KCZ-ja ka ndo paret. Dhe këtu ka kalkulime puro populiste që i fryn bishtit çiftelis në thojza, atëreni është tjetër gjë. Une prap... Qysh jetoj pa rolin e partive të vogla ose individëve të caktuar? E ki fjallën për limajnë. A ka të bëj tash me marrëveshje politike, marrëveshje gjigande politike me subjekteve, apo do të ketë çështje të numrave ose emrave të përveçëm? Tazëm, u falë kjo çështja deputetëve që mund të merren përkrahje individuale prej partive të caktuara, ose në këtë rast Fatmir Limaj që i bëri publike edhe kërkesat tashmë që ja ka adresuar edhe sy Kurtit. Po, këtu në prapë po shoh që s'ka marrëveshje. Po, u tha që s'ka marrëveshje. A di pse s'ka marrëveshje? Për shkakun se këtu janë çështjet e shumë të pastërta. Zoti Limaj është tërgu fer. Në rregull. Ka thënë unë du postin e kryetarit kuvendit. Është diskutu, është gjë normale. E ka prit 3 herë janë taku, kanë diskutu, po është okej të kërkohet një pozit me 3 deputet? Po pse jo? Politika nuk ka, domethënë tash më varet për interesit. Për shembull se na kem raste ku për shembull zoti Haradinaj kur gjë të keqe s'ka pas, me 7% vota është bërë kryeminist i Ivanit. Kupton, nuk ka gjë të keqe kur është në interes shtetit, me u kalkulu dhe me punu. Do të ishte në interes të pranohej si kusht? Po tash nuk ka numra. Apo kupton se edhe nëse shkon zoti Limaj prap 60, nuk e mrrin numrin 61. Edhe një qeveri me 61 deputet, Haris, nuk është qeveri që prodhon stabilitet në shtetin e Kosovës që to rrethona që është. Jo, po mendoj në secilën prej seancave plenare, një deputet po të ishte jashtë vendit në udhëtim zyrtar, hiç mos të mungonte, atëherë do të kishte. Edhe plus kjo është qeveri e zorit, për shkak se unë prap i përmenda edhe 2 elemente tjera. Në tetor jam zgjedhjet lokale, në prill 2026 se kem zgjedhjen e presidentes ose presidentit. Për shembull, tashti, ti e din, duhet 81 vota, 80. Me cilën funksion mundet me imri zoti Kurti. Pa pas marrëveshje politike, po flas prap, sinqert, edhe këtu partit opozitore me drejt, qoftë LDK-ja, qoftë PDK-ja, për shembull, se tash gjithkush kalkulon me numër të elektoratit vet. Edhe një farforme, kur nalesh me këshiro shumë kohë e shkurt, për një qeveri e cila një farforme nuk prodhon kur gjo, prodhon prapë zgjedhje. Nëse ka diskutime, është përfolë, është diskutu për një qeveri, për shembull PDK, VV ose LDK VV. Pse? I ka numrat edhe për qeveri, edhe për kovend, po edhe për presidencë. Po këtu për shembull tash nuk duhet me pas blokada tek pozicionet, tek postet. Jo, unë du me marrë, se atëherë, kur ti betonohesh tek pozicionet, atëherë s'ka marrëveshje. Çka duhet të... Këtu duhet ketë fleksibilitet. Duhet ndahen përgjithësitë e pushtetit, për shembull nëse më rrihet po e nxom një marrëveshje, nuk duhet kufizohet po e nxom jo ti postin e kryeministrit, jo në shtrojpa postin e kryeministrit, se atëherë këtu s'ke marrëveshje. Nëse dojmë me bë kompromis për interes shtetit, duhet gjithë lëshojnë nga pak. Duhet gjithë një farforme ta përbijnë atë mollën e kalbur në thojza, edhe një farforme ta harrojnë të keqen, të shohin interesin e shtetit para, për shkak se Kosova është në rrethana shumë të vështira si shtet. Haris, ekonomia e Kosovës është për tokë. Qytetarit çdo ditë më shumë është ka i vështirësohet jetesa. Standardi, çmimet janë hava, Haris. Rrogat nuk janë kërkon. Infuzioni i shtetit s'po shihet kërkon. Parat nuk po qarkullojnë. Bizneset janë falimentim. Nuk ka prodhim, ç'më thon ky vend, çdo ditë më shumë po thellohem te kriza. Tash këta lider politik duhet mi thirrë mërmendjes. Ky popull doron, po dikur thot ballasht ka tregu historikisht një pjesë e këtij popullit nuk është që qëndron gjithmonë i nënshtruar. Çka mund bëj? Qytetari. Realisht qytetari me ndigu mu, ose me ndëgju mu, qytetari duhet me dalë në protestë edhe me i mshel mrana në kuvend. Si që tha një qytetar në storin. Duhet me i mshel mrana, sinqerisht, duhet me i mshel mrana në kuvend, a deputet. Thonë, ha demor shqiptarin, çka keni ju që s'merrni vesh?
Ku është pjonari, për çka jeni? Cilat pazar janë? A është ka flitet për interesin e shtetit? Kuvendit dhe të mos lihen të dalin jashtë pa marrëveshje. Sakt, në të bojnë marrëveshje në vlla dhe ti msheli mrena. Për shkak se këta janë ka bojnë hajgare edhe me këtë popull edhe me shtet. Janë pa përgjithshëm, mu po m'vjen është po t'ingloj shumë i ashpër, në thojza, po s'jam i ashpër, se këta e meritojnë, kretë këto që ka pi thëmë. Se në dalin e deklarojnë vlla, çka është në pyetje? Çka është problemi? Unë, i një, kretë gjitha subjekte politike një, nuk ka kur gjonë për këtu naj hasmerije, naj, që më thonë, për mos më mujtë ta me u bo bashkë për interes shtetit, po normal që nuk ban një farforme, unë e tash ti ka marrë vota ma shumë, unë du me bo që ka du. Jo, ti ban që ka dojsh, kur ti i ki këtë vota tua. Kur s'ki nevoj as për Harisin, as për Florendin. Momentin që ki interes, a e din për shamo që kjo qeveri varet prej një deputeti që i ka 1.000 vota. I komunitetit në Kosovë, për shamo. Po dhe ka deputet që i ka marrë 1.000 vota. Po pra, po të më thona i 1.000 vota i ka marrë, edhe ka interes për tina, i ka pesh, ka përgjithësi se është deputet i Kuvendit Kosovës. Edhe vota tina ka pesh. Po, me gjithat këto ndasit politike u vrejtën sot edhe në qasjen që ju dha një veprimit të prokurorisë speciale, bastisjen disa lokacione, përfshi Ministrinë e Bujqësisë, Faton Peci, Ministër ndërheqje e Bujqësisë, u intervistu në cilësinë të dyshuarit, vetëvendosje guxo e përkrahu duke dërgu kështu sulme direkte ndaj prokurorisë, partit ish opozitare janë duke paralajmëruar ndoshta përfshirje ose verdikt që tregon përfshirje të ministrit në këtë çështjen e kontratës për fabrikën për përpunim mbetjeve shtazore, a ka pas nevojë për këto deklarime politike për një veprim institucional të një organi të drejtësisë? Haris, unë si gazetar kam pa, do të thot, një gjuhë tron të pushtetit aktual, ka shi sistemit të drejtësisë. Për mu, cili do subjekt politik që është në pushtet, edhe që ka kësi qasje, ndaj sistemi drejtësisë është e papranueshme. Pushtetet janë ndara. Sistemi drejtësisë le të bëm punën e vetë. Jo zoti Peci, jo zoti Kurti, po asnjë njerë mi këtë tokë që ka pozicione publike, e politike, po edhe një njerë qytetari rëndom, para sistemi drejtësisë duhet me u zotu edhe me u nënshtru. Në thojza, në atë kuptimin, nëse ka fakte dhe dëshmi që Florenti, Harisi, Filoni, Fisteku, ka afera, ka vepra korruptive, ka vepra penale, ka bazë për hetim, investigim, ka dyrë të hapna mëre, drejtësia du të mi pas dyrë të lira. Në këtë rast, për shembull, të zoti Peci, nëse prokuroria, hetust, kanë gjetë prova dëshmi që e inkriminojnë, këtë rast, zoti Peci, e bojt me shnet. Tash komentet e uftaj vllavi jam. Pushtet janë që ka selektim edhe prioritizim të rasteve, kur bëhet fjalë për ta zëm pjesëtar të qeverisë, atër trajtohen më shpejt, kurse dosjet e dorëzuara për vites janë trajtuar. Ne kem deklarime për shembull që në qeverinë e zotit Kurti është luftu krimi e korrupsioni. E kush e ka luftu? A ka luftu zoti Kurti? A ka luftu që ky sistem i drejtësisë? Unë s'po them që sistemi i drejtësisë Kosovës është pashibla. Kur kënë bëhet s'ki sistem drejtësisë pashibla. Edhe në shtetet ma moderne përmenë cilët dush, ka te kalimet kompetenca, ka ne patë miras që tash në Amerikë, ku ke mas 46 vjetëve, do më thonë, mas i ka majtë burg, u dal i pafajshëm i shkreti. Do më thonë, drejtësia, jo gjithkon është 100% e sakt. Jo që, ja që lanë, do më thonë, 100% ka raste ku ga banë. Po të rastet e tilla, për shembull, të zoti Peci ose të ish ministra tjerë, për shembull, të çështja e rezervës shtetërore, për shembull, të çështja e çka ka pas tenderi që ka qenë për kek, tek çështja e rrymës, domethënë, këto janë veprime të cilat prokuroria duhet më marrë me to kush tjetër. Politika duhet larg durve prej sistemit drejtësisë. Për shkak se sa ma shumë ti që atakon sistemin e drejtësisë, një farforme veç do mi bën, kur gjo harë si bën. Ti duhet me kriju politika, një farforme me rrit standard, me kriju parakushte, me imbrojt prokuror, gjyqtar, polist, hetust, me au rrit standardin,
mjau rritë rrogat, me u luftu korrupsionin, këtë formë, për shembull, për shkak se ti kur i lën policin e tuës me 600 euro rrogë, ai mundet më korruptu. Për shkak se i shkon landa 3-4 milion euro. Unë s'po them që jo krejt tillë, po ka njerëz, lakmia e mund. Zëqet, falenderoj shumë për Knatësi, Haris, pjesëmarrjen në knatësi. Sonte. Shkëputemi me pak marketing për të rikthyer sërish në studio me tema tjera. Qëndroni me ato.